Të dashur miq, ju përshëndes. Nuk e di nëse arrini ta kuptoni, por sapo kam mbërritur në ishullin e Sazanit, atë që për momentin është ishulli më i famshëm në Shqipëri, sepse një vetëm kemi, por ndoshta ishulli më i famshëm dhe më i përfolur në botë. Gjithçka fal familjes presidenciale, fal Ivanka Trumpit, e cila një ditë të bukur udhtoi diku afër brigjeve të Sazanit, u mrekullua nga natyra dhe nga bukuria e këtij ishulli dhe zbriti në tokë dhe ndoshta nuk e ecur pikërisht këtu ku jam unë. E mrekulluar nga natyra, e mrekulluar nga kaltërsia e detit dhe nga bukuria e natyrës që të fal kjo pjesë shkëmbore bregdetare shqiptare. Tani, siç mund ta shikoni këtu ishulli për momentin është i mbushur me turistë. Përgjithsisht janë turistë të huaj dhe kjo ndoshta e rrëzon pak edhe atë narrativën e qeverisë se janë friksuar turistët dhe nuk vinë më në Shqipëri për shkak të protestave. Ju siguroj që Vlora, Saranda dhe gjithë bregdeti i jugut është i mbushur me turistë. Tani fal protestave më në fund, të gjithë shqiptarët janë dërgjuar që ky ishull duhet i mbetet Shqipërisë. Nuk duhet të bëhet pronë e asnjë oligarku apo një grupi të ngushtë njerëzish, duke ja hequr nga dora këtë mrekulli turistëve të shumtë, shqiptarëve dhe të gjithë njerëzve që do donin ta shikonin. Unë për shembull do të propozoja që ishulli i Sazanit pse të mos shndërrohet në një farë ishulli si ai i Kaprit, pra ku vinë shumë turistë, ku ka shtëpi të bukura, ku ka dyqane, ku ka jetë, një ishull ku mund të jetohet gjithë vitin. Ndoshta kjo do të ishte zgjidhja më e mirë për një ishull i cili edhe sot e kësaj dite ka mbetur i virgjër, ka mbetur i paprekur dhe është i braktisur.